O Bekimo? E ke qa dhe golin, qafsha gjithë ke qa, më ke kujtu vetën Calcedo, po i kam pas bot, qiko, edhe golat e mija, nuk është se këshu, po ne kishim shumë tifoza. Ne kishim... Tifoza, po s'ke pas të kameraman, ta shifshim atë golin. Jo, po ne i mashim këshu. Fati im që po si ka qenë disa kameraman. Po pra, fati ma... Kur se ti e kënë meme dhe jo të tjerve, kam po golat bukur. Po... Sa ta besojnë. Bekim, Sa ta besojnë është punë. Bekim, Gjo, mas ati super goli, asaj super neshje, dhe më thënë komente pa fund, emri jot në për gazeta, rrjetet sociale, besoj mesazhe ke morë pa fund, po si ndihesh, zoni gjumi? Ja, më qa gjumi më, për s'fjetëm, kisha dhe me fluturu herë, s'kam fjetë kisha me maura 3 gjysmë nga hoteli. Festu mi qik me quna dhe darkën, shtu mi qik ishim gjithë stafi i federatës e gjithë. Mu mi qik muzikë shqiptare dhe kështu. Super, ne kong shkodronë kështu, ha? Ja, shumë kong më shumë kong patriotike vënë quna. Se i kena grupin e Kosovarëve që janë më të njëshëm. Super, po... Festu mi qik, ne të më dhoma, unë i kisha me ikë ma herë, quna t'ishin aty për. Super, Gjo, kur shënove golin, ne pam një episod lezetshëm, që ti the diçka Pepes dhe qeshi, si shkodrani vërtet me një humor shkodran, do më thënë, qa i the? Jo, po kishe me Pepe në gjithë lojën, do më thënë, se edhe udhëzimet e trajnerit ishe që të mbuloja ma shumë anën e Pepes, si thush, 10 kualiteti ti, pasimi, 10 kualiteti ti me top, dhe ishte për detyrë që të rria nga kraju Pepes më shumë. Ma edhe provote gjithë lojën, jo do të nxjerr nga loja, jo ik nga kraju tjetër, jo do të bëj të kërkosh ndërrim, jo gjëra të tilla. Po jo, i thash unë sik nga mbrojtësi tjetër, du të luj me ty, pasi lojtar i Real Madridit. A carosh, gjëra tilla. Pastaj, thash dhe më që do të zjerë nga loja, i thash prit, ta shohim deri në fund, se ishte 0-0, ishte mirë rezultati se tush për ne, shumë qetë. Pastaj, kur bëna golin, më kujtu direkt, se kisha afër. Më kujtu direkt, i thash Shqipërit, edhe po më shifte, nuk e kuptoj. Po goli atë pëlqej, thash, Shqipëri, pastaj. Shi të fliste ndorë, Ja. Fliste ndorë kur lushe. Fliste gjatë loja të burë. Tu e di me. Po kime dhe di. E allo nja këthaja me shaka? Jo, mirë ke bose. Jo, te pjesa goli, do më thoni, thash që, aty, te pjesa mas goli, thash që prit. Edhe më pavi, do më thonë, u abiqu. Edhe më tërhoqi nga dora, se nuk një gjoj mirë. I thash, po golit pëlqeu, pastaj qeshi, edhe gjatë lojës, muzikalun, do më thonë, super gol. E di, se kam pas lujt me Pepe në të fliste ndorë këshu, po pyetje, Gjo, bezdisja, pura mund, ja kupto, derisa në fund e oqa fanelën i dhash na mere, se nuk duroj mo. Objektivat e tu të ardhshëm, më të afërt. Shkojmë Prag, tash në ora 4 kam e ikë Prag. Vazhdoj s'te vitin aty, kam 2 vite kontrat në Prag. Okej, po me kontaren? Kontaren, përgatit në mirë, kemi neshen tetor, 2 neshe të rëndësishme. Me Danimarkën dhe me Serbinë? Po am një fillim të marë, por mendoj që të vazhdojmë tash. Ishte kohë që s'kishin fillu, ndoshta me një 3 pikë direkt që neshet e para, aq më pak në Portugal, kundër Portugalisë, dihet vlerat e atij ekipi. Okej, mos i harxho golat në përstërvitje se na duhen për neshje. Kena plot vaj. Okej, shumë faleminderit. Tani, duke qenë se jemi në një emision muzikor, do na thush një këngë që ke qef ti po të huaj, të përshëndesim vetëm për ty. Qa ke qef? Qa të vjen men? Qa më vjen men, më dëshim. E di që të vje vetëm Xhamadani via. Ja, ma se vetëm ata po një gjoshin dhe shi. Po deshet përshëndes unë. Po të ne këngë drejt. Okej, po deshet përshëndes unë, e ke nga unë një këngë. Shumë faleminderit Bekim. Okej, la, hajde Gjono. Miru pafshim. Shifna. Mirë të juve. Ciao. Suksesa. Rok. Myllë, se erdi Rudi. Se myllë.